Këto makina luksuze ndaluan në ditët e para të qershorit në qytetin e gurë të Gjirokastrës. Pasi udhëtuan në disa qytete të vendit ton, ato patën ndalesë edhe në qendër të Gjirokastrës, duke tërhequr vëmendjen e shumë qytetarëve dhe vizitorëve. Shumë prej tyre zgjodhen që të bënin edhe foto. Të apasionuarit pas këtyre makinave thonë se janë të kënaqur me mikpritjen e gjirokastritëve. Perché siamo venuti in Albania? Përse kemi zgjedhur Shqipërinë? Shqipëria është një vend i bukur, kemi qenë në qytete të ndryshme të Shqipërisë, tani jemi në Gjirokastër dhe jemi shumë të kënaqur me mikpritjen. Sono felice di ritornare qui in Albania. Jam shumë i lumtur që rikthehem në Shqipëri. Është hera e katërt që vi në vendin tuaj. Nuk isha qenë më parë në Gjirokastër, ndaj jam shumë i mahnitur me këtë qytet. Jo vetëm makina luksuze, por edhe xhiro me motora. Një grup prej 60 motoristësh nga Italia e kishin Gjirokastrën pjesë të turit të tyre me motora. Prima volta in Albania. Ndodhem për herë të parë në Shqipëri, një vend i mrekullueshëm. Natyra këtu është shumë e bukur, jam shumë e kënaqur. Turi me motora më pëlqeu shumë. È la prima volta per me qui a Gjirokastër. Është hera e parë për mua që vizitoj Gjirokastrën, ndërsa për të dytën herë ndodhem në Shqipëri. Kjo zonë që përshkruam sot me motora së bashku me një grup mish ishte fantastike. Për ne motociklistët, të udhëtosh mes natyrës së vendit tuaj është vërtet e veçantë. Motociklisti è veramente una favola. Aktivitetet të tilla synojnë promovimin e Gjirokastrës si dhe nxitjen e turizmit në këtë qytet.